miq, në datë 28 dhjetor, Kosova voton në zgjedhjet e parakohshme të tretat brenda këtij viti me shpresën jo vetëm për një proces të qetë dhe demokratik, por edhe për nxjerr një fitues të qartë ose ndoshta një koalicion të qartë pas zgjedhor për të formuar qeverinë për të dalë nga ky gërç një vjeçar që ka bllokuar vendin brenda për funksionimin, por edhe jashtë me aleatët nën sanksione nga Bashkimi Evropian edhe në një moment të mjaft të vështirë, ndoshta dimrin i vetmisë së madhe me Shtetet e Bashkuara. Në garë, në këto zgjedhje kemi mjaft figura të reja, por edhe të tjera të rikthyer me mjaft eksperiencë për të kontribuar për të dalë nga kjo situatë. Me njërin prej tyre ne do të flasim sot, ai është zoti Sali Rexha, që rikthehet nga Zvicra me një kontribut të gjatë të tërhershëm nga vitet 90 politik, është rikthyer në skenën politike të Kosovës, këtë radhë me AAK-n, Ramush Haradinaj, i 68 në numër. Zoti Rexha, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje gjithashtu, faleminderit shumë për juve. Faleminderit ju. Duket se situata është e vështirë që diaspora është i kthyer për ta marrë në dorë dhe për ta nxjerrë nga kjo krizë. Po është situata serioze, me të vërtetë, siç e thatë edhe ju, është një dimër i madh duke ndodhur në Kosovë. Mirë po, pretendimet e Mërgatës janë vetëm për ta ndihmuar skenën politike atje, sidomos skenën e partive proshtetërore, pro-perëndimore dhe që mbajnë raportet mira me aleatët tonë, në radhë të parë edhe me Shqipërinë, sepse na edhe raportet me Shqipërinë, edhe me fqin kuptohet se duhet të kemi raportet, kemi bisedimet, kemi dialog, të zgjedhim problemet. Kosova ka dalë fituese nga lufta, prandaj na nuk jemi palë periferike ku ta dijone, jemi fituese, kemi përkrahjen e gjitha aleatëve tonë. Kjo lojë, kjo rrezik që ka sjell Albin Kurti në Kosovë, ka qenë plotësisht i panevojshëm. Na e kemi rrugën e hapur, jemi nda nga Serbia, kemi dalë fitues të luftës, aleatët tona na përkrahin në gjitha anët. Nuk ka punë më të lehtë se sa në Kosovë me qenë politikan dhe me qenë udhëheqës. I ke binarët e hapura, të shtruara, të ndërtuara, edhe nuk ke ka me lëviz. Pos nëse ke ambicie tjera, apo ke agenda tjera, unë nuk e kuptoj. Për këtë arsye, besoj shumë se kësaj radhe partitë shtetëformuese janë reformuar, popullata është informuar mirë, nuk mund të keqpërdoret, nuk mund të vidhet, nuk mund të mashtrohet, edhe jam i sigurt 100% se do të formohet një qeveri pro-perëndimore. Ishte e vështirë që t'ju binte zoti Haradinaj? Absolutisht jo. E vështirë zgjedhja juaj se ku me kë formacion do bëheshit pjesë? Po historia me Haradinajn të unë është pak më speciale. Unë kam qenë themeluesi një partie parlamentare që ishte ndërthemelues, e cila ishte e dyta në zgjedhjet e vitit 1992. Edhe ajo parti pas lufte, kur u fut zoti Haradinaj në politik, ju bashkangjit aleancës. Se aleanca në atë kohë ishte e formuar mes Haradinaj dhe shumë aleatëve të tij, që i zgjodhi ai që ju afruan në atë kohë Haradinaj, e partia parlamentare ku isha unë themelues, unë i kisha domosπajtimin me ta në vitin 1996 dhe ata më suspenduan nga kryesia. Madje keni zënë faqet e para të gazetave atëherë. Po, edhe suspendim nuk kishte atë kohë drejt që të bëj kryesia, por masat mund t'i merrte vetëm kuvendi zgjedhor, se unë isha dalë prej kuvendit zgjedhor. Ata e gjetën një farë manipulimi aty, thamë ti suspendohesh nga partia, e kur mbahet kuvendi zgjedhor, atëherë vjen kuvend zgjedhor dhe atje merremi vesh, dalim secili me argumentet veta. Po e kur mbajtën kuvendin, ata s'mjoftuan hiç, e mbajtën një kuvend ilegal, të themi, mos më thirrën, nuk mora vesh mas 2 ditëve se është mbajt kuvendi. Çështja ime s'ishte shtruar fare në kuvend, edhe kështu që unë mbeta antari, kështu që thuhet Shqipëri me tester, unë mbeta antari i partisë parlamentare, por partia parlamentare i mbylli raportet me mua. Edhe unë s'isha interesuar, në atë kohë ishim në okupim, unë me bëfa lufta private atje për një status në një parti politike, ishte gjë e pa nevojshme për mua, se kontributi për Kosovë gjatë okupimit nuk do të thotë se bëhet vetëm përmes partive politike, as më shumë. Njeriu në atë kohë mund të bënte edhe më shumë kontribut si njeri me lidhjet mia, me njerëz të mi, me
partner të jashtëm, me të cilë kisha filluar bashkëpunimin qysh në vitin 1988-89, para se me ra diktatura, unë kisha udhëtu jashtë, kisha njerëz që më përkrahshin jashtë, kështu që e vazhdova punën time deri në luftë, mas lirimi dikur ju ktheva familjes edhe u mora me çështjet e mia familjare. Zoti Rexha, unë mendoj që ju jeni në një situatë ekstreme sepse keni eksperiencë në dy ekstremet, në atë periudhë që ju folët të Kosovës atëherë, por edhe të sistemit zvicerian modern. Tani këtë do aplikoni tani që po riktheheni në Kosovë për të kontribuar. Këtë do zgjidhni nga këto dyja. Si do i qaseni si realitetin? Po këto dyja të shkojnë kombinim, tash mentalitetin edhe kulturën, traditën tonë atje që e kemi si shqiptarë, si në Shqipëri, si në Kosovë, si në vise tjera, aty ka shumë vlera cilat duhet ruhen, duhet përparohen, duhet zhvillohen. Mirë pësaj përket demokracisë, ne kemi nevojë për vlera perëndimore. Unë prej fillimit kur jam para se më kyç politikë, unë e kam filluar një farë me dhënë intervista, me marr pjesë në debate, edhe kudo ku jam angazhuar. Dhe kudo që jam parasit zoti Balla, unë e kam qitë si kusht se duhet flasim ngadale, duhet flasim me radhë, duhet ta shprehim mendimin, kështu që të bihet një kulturë. Për shembull, nëse ti je moderatori një emisioni dhe i ke 5-6 musafir aty në studion tënde, ti je ai që udhëheq, ti e jep fjalën, ti e merr fjalën edhe e lën secilin me kry mendimin. Dy njerëz nuk munden me fol për një herë. Dhe kjo kultura që është bajtë na nuk e di erdhë prej Italisë, as që shërë në Kosovë, ku në një studio, gjithë flasin me para radhë, veç kush e ka zërin më të lartin, ai ndëgjohet. Besoj se këtu nëse përcjell ndonjë emision, diku ka ora 9:30, kur janë aty emisionet, mundesh me pas problem me fqinj, se aq është zhurmë më e madhe, aq flasin të madhe, aq flasin për një herë, sa ndodh që fqinjet të thonë jeni mbledh shumë njerëz këtu edhe po na pengoni. Nuk e din që është një njeri vetëm duke kthyer një emision. Ka pritshmëri që të pranohet kjo qasje e re që ju po ofroni? Pra si është shpritur për momentin? Po kjo ka se në Kosovë kishim këtë kulturë. Ne kishim kulturën e debateve, kur ka fol një njeri, tjerë kanë dëgjuar, pastaj janë lajmëruar tjerë, kanë marrë fjalën, ishte kjo kulturë. Nuk e di që ndodhi, erdhën disa, ta them tash kështu, analista, po si po quhen atje, edhe aty erdhën disa vetëm se e ngrisin zonin, vetëm se bërtasin, vetëm se janë arrogantë dhe morën hapësirë. Dikur shkojnë konkurenca mes tyre, kështu që zëri njerëzve turë që din të formulojnë mendime, që din të argumentojnë, u zhduk edhe tash kanë met shumë pak njerëz aty, mund t'i numrojnë Gishta, për shembull, është Dugaxhin Gorani, është Halil Matoshi, mos t'i them tash edhe disa tjerë, cilët janë të kulturuar, flasin ngadale, argumentojnë shumë mirë, po në anën tjetër janë disa që vetëm vinë për ta ngritur zonin. Duhet ta përmend këtu për gjeneratës së re dhe Lirim Mehmetaj, ai argumenton shumë mirë, është shumë i arsyeshëm, hulumton shumë, është gazetar që krejt kohën ai merret me hulumtime. Edhe diku 70-80% skandaleve, të hajnive, të krimeve që janë zbuluar gjatë kohës kurtit, janë merit e Lirim Mehmetaj, i cili është një luftëtar i pa shembull. Gjithatë energji që e ka ai çun është për lakmi. Por tek opinioni, dy nga betejat e tij për Pecin edhe për Zadrosin, nuk është se opinioni u ndikua shumë, sepse të dy sot janë në atë post. Me këtë dua dal tek fakti që pavarësisht denoncimeve, shoqëria mos do dhe një alternativë përveç denoncimit? Po shqo, atje është një kulturë e cila duhet të ndërpritet. Atje edhe nëse ka dikush një akuzë nga prokuroria, edhe nëse ftohet prokurori, ai vazhdon të jetë në skenë politike. Kjo nuk është në rregull. Kjo nuk është në rregull. Unë kam shumë raste këtu, edhe në Zvicër edhe në Gjermani. Ishte një rast në Gjermani ku ministresha e kulturës dhe arsimit sa më kujtohet, i kishte dalë një aferë se kishte bërë një plagiatur gjatë punimit doktoraturës. Dhe ajo filloi të merret me atë punë dhe nëpër media, dhe kancelarja Merkel e ftoi, tha shkon në shtëpi, tha merru me këtë problem, tha se unë kam probleme tjera ka qeveria. Nuk mund të vihem në mbrojtje tonë, në çdo konferencë për shtyp ta marr nga një pyetje,
cilën unë nuk e di se çka ka ndodhur. Edhe shkojnë në shtëpi. Kemi edhe raste tjera. Edhe më herët për shembull kur ishte kryeministër Isa Mustafa, që duhet të thuhet se është kryeministri më i mirë të gjitha kohëve, ka qenë profesor i imi, ishte në 2 raste i shkarkoi ministrat e vet. I dërgoi njërin e shkarkoi për gabime se kishte ofenduar nënat e Gjakovara atje, ndërsa i dyti Agani u ballafaqu me një akuzë për keqpërdorime dhe e dërgoi në shtëpi. Kështu funksionon. Kështu funksionon një qeveri e cila ka moral. Kryeministri nuk guxon me mbrojt njerëzit, nuk guxon me akuzu drejtësinë, nuk guxon me marr me ato çështje fare. Ai ka punë tjera nëse do të punon të diçka. Po Albin Kurti nuk punon asgjë, merret me këto probleme, me këto filozofi. Rasti i Ladrovcit edhe i zotit Peci është pak më specifik. Ladrovci kishte një përçamje brenda me udhëheqjen e re të partisë ose me miqtë e vet aty fshin që i ka, se Skënderaj dhe Drenasi janë komuna afër, 2 komunat kryesore të Drenicës, aty kishte fare mosmarrveshje rreth pronave ku ta di unë dhe u mundua që të largohet. Kjo ka ndodhur edhe më herët, se ndahen, se skena politike në Kosovë nuk është e ndarë, ende nuk është e ndarë majtas djathtat mesi. Gjithë paraqiten si djathtë, ndërsa programet e tyre më shumë janë të majtja, sjelljet politike të tyre më shumë janë me sjellje të majtja, me forcë, me akuza, me mohim, me shpifje, këto nuk funksionojnë për një kohë gjatë. Mirë po Bedri Hamza, cilin e kam mik të studimeve, e zgjodhi atë problem. Problemet duhet zgjidhen, me probleme nuk duhet piket. Duhet njeriu të shkojnë ballavaçohet me to, të qes mbi tavolinë. Mes politikanëve nuk duhet të ketë thika përfundi tavoline. Gjitha duhet të hidhen mbi tavolinë dhe kështu funksionon. Kështu përparon shoqëria, shkon shteti përpara. Zoti Rexha, ju përmendet zotin Hamza që erdhi dhe dukej sikur risia e vet me këtyre zgjedhjeve ishte ai, edhe me ato ndryshimet e disa afrime që bëri. Por në ditët e fundit, ndoshta në gjykimin tim, algoritmi sikur po nxjerr përpara, nisem edhe nga rrjetet sociale, zotin Haradinaj, si për intervistat e tij, deklaratat, kreditet që i dha Isa Mustafa për ushtrinë, por edhe për figurat që ka afruar. Pra, kemi mjaft figura me peshë, mes tyre edhe zoti Çeku, por edhe të tjera. Tani, pavarësisht se nuk e ka Limaj në këtë rast në krah, mendoni që do luftohet vetëm për pragun për ta kaluar apo për qenë edhe vendimtar për qeverinë e re? Po në rastin e Haradinajt, mas e një mirë se vim nga njëjti bron, vim nga Dugaxhini, ku pa i nënçmu pjesë tjera të Kosovës, apo Shqipërisë, apo të viseve ku jetojnë. Megjithatë në Dugaxhin, në Kosovë, janë rujt vlerat tradicionale në kuptimin pozitiv. Për Ramush Haradinaj, se kush është Ramushi, dinim vetëm ne një rrething ngushtë që kemi qasje, kemi bashkëpunu dhe na me ndërkombëtar që na kanë tregu, na kanë dhënë informata aty këtu. Shtoj këtu edhe dëshmin në Hag që lidhjet me Cian. Pra, sigurisht momenti atij se i kanë ardhur mjaft gjëra në shtek. Pa nuk është vetëm Cia, i ka bashkëpunu dhe me institucione dhe më të rëndësishme atje, po ai nuk flet, se është modesti e tina. Ose në Kosovë nëse del dikush edhe thot unë kam qenë bashkëpunëtor i këtyre shërbimeve, qeshin me te, se nuk e beson askush. Po e deshti rasti, edhe ata si kanë thonë, gjithë ata i kanë thonë vetëm kontaktet, se e ke pasën gjatë gjykimit, gjithmonë kanë qenë përfaqësuesit e State Departmentit aty në sallë të gjykimit. Edhe ata në çdo kohë mund ta ndërprejnë, këto informata nuk janë deklasifikuar, ata e thonin vetëm ato çka mund të thuhet për momentin. Dhe kështu që u morë vesh kush është Ramush Haradinaj. Për ato ju bo një kthesë e madhe, po ende nuk është thonë e gjitha për Ramush Haradinaj. Ndoshta Ramushi si njerë modest, po dhe Dauti Prantina. Ata janë binom, nuk janë ndamë prej një tjetrit. Kështu që ata për veten nuk falë, në asnjë rast ata s'do të thonin se na i kem këto merita i kem. Po në një popull i civilizuar, një popull modern, ja u shem merita, se me i pas 3 vorë në barë para shtëpis, ku çdo mëngjes kur të hapish dritaren, çdo mëngjes kur del me pi kafe, i sheh varrezat, është shumë e rëndë. Unë kisha për ta tregoj vetëm një rast personal.
doja ta bleja një shtëpi në Pej. Edhe ishte aq e mirë sa më mbush menja mu dhe bashkësorët time, cilin e njeh edhe ti, që ta blejmë shtëpin. Po rruga për me shku të shtëpia ime i binte në për Varreza, ku i kam varrezat e vlezërve dhe të nanës time. Edhe nuk mujta me përballu çdo mëngjes kur dal në qytet, çdo masdite kur të kthehem në shtëpi, me i pa varrezat e tyre, nuk është në ndjenjë rënd. Ndërsa Ramush Haradina i ka në bord shtëpisë para dritares. E kjo është një vlerë cilën duhet më janë njoft nga si popull, unë janë njoft si njeri cili i kem kalu pothuajse të njëjtën rrugë. Por me Ramushin nuk krahasohet askush. Ai është vlerë e shtuar e kombit ton. Ai është, tash unë nuk jam njeri i kulteve që ndërtoj, që di me se krejt jeta jeme ka pas vështirësi se i kam kultet i kam sjell në pikpyetje. Si Tito në atë kohë, pastaj me enverista kam pas shumë përplasje të mëdha, se enveristat më të mëdhej nuk janë në Shqipëri, janë Kosovë, kanë qenë në Kosovë, ata që e kanë përkrah. Po i folje dikuj keq për Enver Hoxhën, po i tregove dikuj se diktatura i këto pasoja, beso se në bas vitit 91, ma herët kosovarët kur kanë ardhur atje, kanë ardhur kryesisht intelektual, ata s'kan guxoft me tregu çka po ndodh në Shqipëri, se më njeri kanë shpall tradhtar, se po rren, se Udba i ka keq përdore, ku ta di une. Do me thonë, unë kom marrë vitin 1991, edhe para se mu nisë ftoj Adem Demaci, se më beson të shumë, ta të lutem, vizitoje Shqipërinë si njeri normal, dhe kur kthehesh këtu, tregom se ai s'kishte ardhur ende. Çka është Shqipëria? Unë kur erdha kisha jetu një kohë në prendim, Kosova dhe Jugoslavia, në atë kohë Slovenia, Kroacia kanë qenë zhvillume. Kur erdha atje hina ka Kakavia, ishte një bunar, nuk ishte asgjë, nuk ishte tmerr ishte Shqipëria. Kur erdha në Tiranë kishte ra pushteti, ishte ajo qeveria Ylli Bufit, nuk funksiononte asgjë. Ishte edhe 3 ditë buk. Ashtu ishte vërtet, popullata ishte pa ushqim. Kur u ktheva i thash Bacis Ademit, thash se na i themi Bac kosovarët, thash përbes unë s'di me spjegu, ka modhtu në shumë vende, po atje duke si kur pas një rënjet një bombë atomike, cila ka bo çdo gjë rrafsh me tokë, edhe njerëz ishin dalë nga a din sa jam tonë unë i lumtun kur vim në Shqipëri. E shoh atë zhvillim se unë kam aftësinë me krahasu dhe nuk jam subjektiv, i shoh gjanat reale. Kur vitash për shembull shkojnë deri në Lorë për autostradë për 2 orë nga Tirana, kur kthehen nga Elbasani aty, se kam atë knaqësinë më knas në për qafën e krabës atje mi hup 1 orë e gjys, po vi për 15 minuta. Edhe ka ecë Shqipëria atë shumë është e pa mundur. Nuk ka ecë të ju falenderu vetëm qeverive dhe përëndimit. Shqiptarët e Shqipërisë si blet kanë mbledh, kanë punu në Greqi, punë të randa në Itali, kudo, po janë kthy, ajo është e mira e Shqipërisë. Se kanë ndërtu një shtëpi të vogël afër detit, afër plazhit, kanë fillu bizniset edhe tash e ke pa ku kanë mrri. Tash nuk e din njeri kur shkon në Lorë, kur vjen në Tiranë, kur shkon në Saran, kur është kënaqësi e madhe me pa Shqipërinë në këtë situatë që është tash. E Kosova për fat keq, na kemi qenë përpara, sa i përket zhvillimit, se kemi punu jashtë, Kosova ka pas industri të zhvillume, Jugoslavia ka pas një fond posaçëm, i ka mbledh një fond dhe prej pjesëve të zhvilluara i ka investuar në pjesë të pa zhvilluara. Kosova është mbështet në ato mjete, janë ngrit industria, janë ngrit shumë, ka qenë një zhvillim që i kemi të i kalu Shqipërinë, shumë kemi qenë përpara. Mirë po, në këto 5 vitet e fundit, jemi duke pritur, jemi ndalë, është ndalë jeta nuk funksionon asgjë, e kur ndalet jeta, njerëzit janë si uji, ata rrjedhin, edhe shumica njerëzve, unë punoj tu në një end për refugjat. Tute une nuk vinë shumë, po në Gjermania prej se i ka hap rrugë, ku ka mundësi njëri të bëjë një kontratë punë dhe të asigurej qëndrimin atje, një pjesë shumë e madhe. Diku flitet se vetëm gjatë 6 viteve të fundit, sa është Albin Kurti në qeveri, diku kanë shkuar në përndim rreth 300.000. E zakonisht ikin tritë dhe truri i kombit edhe i popullit ik gjatë kohët krizave, ata largohen se mundohen me zgjidhje për ekzistencë. Pra, mendoni që në këto zgjedhje ky është momenti i Ramushit dhe do jetë vendimtar për qeverinë e re, besoj për aleancat e koalicionit që do bëhen?
Po nëse do të pyeti Ramushin, do ta kishim edhe një qeveri, edhe me ato 62 vota, unë i llogarisë ndryshe, unë i llogarisë do të ishin më shumë, do të ishin rreth 71. Mirë po kriju atmosfera, një farë atmosfere, ju nënshtruan disi propagandës e Albin Kurtit, sepse Lidhja Demokratike me Abdigjikun doli e dëshpëruar nga zgjedhjet. Partitë nuk duhet dalin dëshpëruara kur nga zgjedhjet, se nuk duhet të kenë pritje të mëdha, nuk duhet të kenë manipulime, nuk duhet të kenë mashtrime gjatë zgjedhjeve. Ai si doli nga zgjedhjet, doli i treti, zakonisht në LDK, kush del i treti llogaritet si dështim dhe lëshon rrugë, e merr përgjegjësinë. Pra Abdigjikun vend se ta merr përgjegjësinë, ai tha, unë po shkoj në opozitë, edhe pse i kishin Kurti i kishte 48 deputet, opozita i kishte 52, do më thënë 4 ma shumë, Ramushi i garantonte votat, se ishte në atë pozitë. Ramushi nuk e ka politiken hobi, Ramushi e ka politiken në këtë rast, e ka shpetimin e Kosovës. Nëse s'kuptohet kështu, nëse nuk e interpretojmë kështu, nëse këshyren lidhjet me Ameriken, sa poshtë kanë ra, nëse këshyren lidhjet me Shqipërinë, sa poshtë kanë ra, si asnjëherë, si në kohën e Verhoxhës, nëse këshyren prishjet e raporteve me Bashkimin Evropian dhe NATO, atë nuk mund ta marrim si të mirëqenur pozitën e Kosovës. Për këtë arsye, unë kam vendos me him politik, sepse nuk mjafton me folë vetëm nëpër media, nuk mjafton me shpreh vetëm mendime, po duhet me hi njeri vetë, me kthy Kosovën binar, atër prapë na nuk jemi të përjetshëm. Japim një kontribut. Unë në këtë rast nuk e kam vetëm votën time që do t'ja jap Ramushit, po e kam edhe votën e një pjesët për krasëve të mi, të familjarëve të mi, rrethit ku jam rrit, ku kam jetu, cilët janë, unë kam mbajt raportet mira me gjitha partitë, çdo herë. Edhe Hashim Thodhaçin e kam pas shok, si kam ndërprej raportet me ta, ja kam njoft meritat, i kam qu porosi ka njerë për mes miqve të mi, ndonjë këshill, nëse kanë kërku prej meje, edhe ashtu dhe me Lidhjen Demokratike, Isa Mustafën e kam pas profesor, ndër profesorët më të mirë, rrethin e tij kam njerëz që i njoh, edhe aty ju kam dërgu kalni mesazh, ju kam dërgu ndonjë porosi, sidomos raste si që janë demarkacioni, si që janë këto asociacioni, ju kam të regu, merrni hapat sa ma shpejt, se nuk pret koha, humbin kohë, se këto janë agenda të shpifura, këto nuk është interesi i Kosovës për një status quo. Ishte demarkacioni atje, ishte aqi pa lidhje, për mua si njeri, se unë kom lind aty të Kufini, unë e di ku ka qenë Kufini, unë e di ku janë kufit historik, mirë pa ata nuk, edhe geografik, pa ata nuk janë loj ma. Kur është nda Jugoslavia, u formu një komision i badimterit nga Bashkimi Evropian, cilin e përkrahu dhe Shtetet e Bashkuara, dhe i qiti kriteret mbi cilat ndahemi na. Për ndryshe do të ndërpritej lufta kur, se ishin do parime bazë cilat, dhe ato nuk u morë parimi historik, as parimi geografik, po u morë parimi kadastral, dhe tonë, aty ku ishin kufit administrativ të republikave dhe njësive federale, ata kufi, nëse bëhet luft 100 vite, prapa aty do të kthehemi. Për këtë arsye u ndërprej lufta, se për ndryshe nuk do të ndërpritej kurrë. Edhe diçka kam përsa i përket diasporës, se Kurti aty ka shpresat, sepse besoj se nishin kalkulim i hapur edhe me presidenten që ta asitet datën në limitet e vitit, kthehen mërgjimtarët për festat, edhe i quan si fakt kryer që do votojnë për atë. Po këta ishin tash, kur është një politikan, s'ka rezultate, edhe është në panik, se shesi është në rajnë sipër, një qeveri, një partije cila ka qenë pushtet 6 vite, edhe bje për 9% asara Kurti në zgjedhjet e vitit 2000, në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021, në zgjedhjet e vitit 2025, ajo ishte një panik që e pasë nuk ka aleat as në Kosovë, nuk shkoj në kompromis, nuk shkoj në marrëveshje, nuk shkoj, se shteti ndërtohet me kompromise, me marrëveshje, nuk mundesh me i marrë ti parti tjera, si që thaj, hajvana, nuk mundesh me i ofendu njerës, unë nuk mundem me të ofendu ty Zoti Basha, edhe nese me pritë se me... Pati një tërheqe të butë, më duket, sikur pati një tërheqe nga interviste fundit, apo jo?
Po atë unë se ndëgjova se më irriton me ndëgjua ato prova tina, ato mashtrime tina, nuk e kam ndëgju, po ata që kam ndëgju më kishin përmbledh një kështu pika të shkurta dhe ma treguan, nuk është tërheq, ajo është mashtrim. Ajo vetëm se dhelpën e luan atë rol, se ky nuk është luar, nuk është ujk që del për ballë. Ky është dhelpën. E ka ul bishtin o tërheq tash, se e ka pasi nuk funksionon, po këtu është fundi i tij. Ai nuk mundet me ofendu partit edhe me dalë me kërku cili kryeministër zoti Balla diku në botë, pa marrëveshje, pa numra shkon kuvend dhe lyp votën. Jo, një mandatar kur e merr mandatin te presidenti si në rastin tonë apo në Shqipëri, ai e thret mbledhjen e kuvendit me formu qeverinë. 2 herë ai pruni situatën marrë në kuvend dhe mësoj pas numrat. Nuk ka ndodhur në histori kjo kurrë. Kjo arrogancë e tij se ju duhet më votoni mua ose ju shpalli tradhtar nuk funksionon. Kanë dëmë me shpall tradhtar Albin Kurti me atë Deona Mihalin e juaj që cilin as nuk e njihni. Në Shqipëri nuk njihet ajo për asgjë. Zakonisht për shembull nëse vinë në Shqipëri ndonjë kosovar atje mu marrë me politikë ose me ndonjë, edhe pse unë jam kundër asajna. Na jemi vëllezër, po nuk mund të imponojmë njëri tjetrit atje politikan, të përzihemi në punën e njëri tjetrit se unë për veti për shembull kam njohuri për do çështje të sigurisë, po nuk e di kush është ajo vajzë që ka ndikimin kaq të madh në Kosovë. Unë e di kush është Albin Kurti, i biri kujna është, që shka në Kosovë, me kanë dika lidhjet, çfarë agjenda ka, po për ata nuk dim. As sa me din Ferin, as atë tjetrin, që shka janë edhe disa hoxha dhe disa tjerë, cilët ata janë filozof, ata merren ata këtë politikë që ata e imponojnë Kosovë. Ajo është politikë, ajo është debat i kafeneve, i qajtoreve. Ajo nuk guxon marrë nivelet larta shtetërore. Sa me ju kundërvend Trumpit, me ju kundërvend Amerikës. Ato janë debatet filozofëve të majtë në për Evropë, që zakonisht për një maj apo në për festa tjera të majtë, partive të majta, dalin i gjujnë disa gurë mbi policë, i thejnë disa gjama të bankave internacionale, të firmave të mëdha, se janë kundër, janë për kthim atje në kohë të Stalinit, edhe nuk ka më shumë, ndërsa na një njeri tillë e kemi në krye të shtetit. Ti merr mend ku i ra demagogjia e tij. Në vend se të vinte si patriot i madh për Bashkim Kombëtar, në 28 nëntor ai të vinte në Shqipëri, në Vlorë, te atje ku është shpall pavarësia, ai shkoi në Maltë atje në takim të partive socialiste për me mbajt një fjalim, mu taku ata me zveti dhe me fol për një rend të ri shoqëror, ku ta di unë si në kohën para luftës dytë botërore, kur kanë funksionu partitë e majta. Kosova ka shumë nevojë për ta kapërcyer këtë moment krize, edhe unë ju uroj suksese zoti Rexha në këtë rikthim tuajin, që Kosova në vitin e ardhshëm të jetë një situatë krejt ndryshe duke e përmbysur këtë që ndodhi në 2025. Falenderoj shumë për bisedën. Jam i sigurt se do ta arrijmë atë. Faleminderit shumë. Përshëndes dhe mirupafshim në Tiranë, se do të vi shpejt.